Poliklinika e specialiteteve në qendër të qytetit të Lushnjës, një nga institucionet kryesore shëndetësore që u shërben mira qytetarëve të bashkisë Lushnjë dhe Divjak, prej muajsh përballet me një situatë shqetësuese. Kati i nëndeshëm, ku ndodhen pompat dhe depozitat që furnizojnë me ujë dhomat e mjekëve dhe infermierëve, është i mbuluar nga uji deri në 40 cm. Kjo situatë ka shkaktuar erë të rëndë dhe ndotje të mjedisit brenda institucionit pas një ndërhyrje nga institucionet përgjegjëse. Megjithëse godina u rikonstruktua 4 vite më parë me një investim të qeverisë shqiptare, kushtet infrastrukturore mbeten tetë problematike dhe jashtë çdo standardi bashkëkohor. Pamjet filmike dëshmojnë për nivelin e ujit në Bodrum, i cili është i pandërprerë dhe përbën në rrezik për higjienën dhe funksionimin normal të shërbimit shëndetësor. Një tjetër problem shqetësues është mungesa e kushteve për pritjen e pacientëve në korridore, ku nuk ka stola të mjaftueshëm dhe as pajisje për klimatizim. Gjatë verës së kaluar, temperaturat arritën deri në 50 gradë Celsius dhe pacientët, veçanërisht të moshuarit, detyroheshin të freskoheshin me letra ose gazeta pranë dritareve. Ky institucion është pjesë jetike e sistemit shëndetësor lokal, ku mjek dhe infermier ofrojnë shërbime çdo ditë për qytetarët. Megjithatë, investimet e deritanishme të përqendruara kryesisht në fasadën e godinës nuk kanë përmirësuar realisht cilësinë e shërbimit apo kushtet e pritjes për qytetarët.